Konsumimi i 3 kokrave vezë në ditë mund të ketë disa efekte të ndryshme në trup, varësisht nga faktori i individit, dieta e përgjithshme dhe shëndeti i tij. Vezët janë të pasura me proteina, yndyra të shëndetshme, vitamina dhe minerale, por konsumimi i tepërt mund të ketë disa aspekte negative për disa njerëz. Përmirësimi i masës muskulore. Vezët janë burim i shkëlqyer i proteinave, që janë thelbësore për ndërtimin e muskujve dhe riparimin e indeve. Përmirësimi i shëndetit të zemrës në disa raste ndodh kur vezët përmbajnë acide yndyrore të shëndetshme, siç janë omega-3, që mund të ndihmojnë në uljen e rrezikut të sëmundjeve të zemrës, veçanërisht nëse vezët konsumohen si pjesë e një diete të balancuar. Vezët janë burim i mirë i lëndëve ushqyese si vitamina B12, vitamina D, kolin dhe selen. Kolina është e rëndësishme për funksionin e trurit dhe mund të ndihmojë në përmirësimin e kujtesës. Vezët përmbajnë kolesterol rreth 186 mg për vezë dhe disa studime kanë treguar se konsumimi i madh i vezëve mund të rrisë nivelet e kolesterolit të keq. Për ata që kanë nivele të larta të kolesterolit apo sëmundje të zemrës, konsumimi i tepërt i vezëve mund të rrisë rrezikun për komplikacione kardiovaskulare, prandaj është e rëndësishme të konsultoheni me një mjek. Konsumimi i tepërt i vezëve, veçanërisht nëse ato konsumohen si pjesë e një diete shumë të pasur me proteina, mund të shkaktojë probleme me tretjen, si fryrjen ose kapslëk. Nëse konsumoni vezë në mënyrë të moderuar, dhe si pjesë e një diete të balancuar, ato mund të jenë një shtesë e shëndetshme për organizmin. Megjithatë, është gjithmonë e rëndësishme të merrni parasysh faktorët individual dhe të konsultoheni me një profesionist të shëndetit nëse keni shqetësime rreth kolesterolit ose shëndetit të zemrës. Konsumimi i vezëve ul rrezikun e prekjes nga sëmundjet e zemrës. Sëmundjet e zemrës janë një ndër sfidat më të mëdha të Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe komunitetit mjekësor ndërkombëtar. Ushqyerja e pashëndetshme, mungesa e aktivitetit fizik, faktori trashëguar e të tjerë janë disa prej arsyeve që çojnë në shfaqjen e sëmundjeve kardiake. Vezët pra përmbajnë kolesterol, më saktë disa përbërës që luftojnë kolesterolin e keq dhe pengojnë koagulimin e gjakut dhe oksidimin e rrugëve koronare. Konsumimi i vezëve ju jep energji. Energjia e vërtet gjendet në ushqimet natyrale. Një kokër vezë përmban 15% të kërkesës ditore për vitamin B2, njohur ndryshe si riboflavin. Riboflavina është si një lloj karburanti që furnizon trupin ton me energji të vazhdueshme. Flokët dhe lëkura juaj do të duken më mirë. Jo gabimisht mamat dhe gjyshet tona përdorin vezën në recetat e tyre të bukurisë. Përveç vitaminës B2, vezët përmbajnë dhe vitamin B5 dhe B12. Të dy këta element ushqejnë dhe hidratojnë lëkurën dhe flokët.